Tani kam kënaqësinë ftojnë zonjën Rita Petro, shkrimtare, themeluese e shtëpisë botuese Albas dhe bashkë organizatore e panairit libri shqip. Zonja Rita Petro, mirë se erdhët, fjala është për ju. Mirëmbrëma të gjithëve, zonja e Zotërinj të nderuar. Edhe unë ndihem shumë e nderuar që jam pjesë e kësaj ceremonie ku janë të pranishëm Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj, zotërinjtë dhe zonjat e nderuara, drejtues të institucioneve të rëndësishme në Preshev, në Tiranë dhe në të gjithë trevat shqiptare, kolegë, shkrimtar, botues, dashamirës të librit. Dhe sidomos shoh dhe shumë të rinj, unë gëzohem shumë kur të rinj bëhen pjesë e panairit të librit. Jam e lumtur për dy arsye të forta. Çdo panair libri në trojet shqiptare është një festë e madhe e përbashkët. Ka qenë një ëndër e jona si Albas të fshim në kufit me shqiptarëve përmes librit shqip, duke hapur degët tona 25 vite më parë në Tiranë, Tetov, Prishtinë. Albas në Preshev e ka nisur zyrtarisht rrugtimin në 2011, donse përgatitet kishin filluar që në vitin 2010. Fal dy njerëzve patriotë e largpamës si Latif Hajrullaj, me të cilin themeluam votues Albas, dhe zotin Qenan Etemi, i kujtojmë sot me nderim se nuk i kemi mes nesh, po ajo çka ata bën është shumë e dukshme sot. Që në fillim synimi ju ka qenë i qartë, ta sjellim librin shqip në mënyrë të organizuar, dinjitoze dhe institucionale në këtë hapësirë shqiptare, duke u dhënë vendin që i meriton. Sot, organizimi e edicionit të dytë të panairit të librit është një dëshmi se ai vizion nuk ka mbetur vetëm ide. Si bashkëorganizator, jemi dy fish të nderuar që realizojmë këtë ngjarje në bashkëpunim me komunën e Preshevës, zonjën Ardita Sinani, Bibliotekën e qytetit Mehmet Isufi, zonjën Albina Azizi. Ky bashkëpunim është me moton Libri dhe Tradita. Na kujton se tradita nuk trashëgohet vetëm me luftë. Ajo trashëgohet me fjalë, me çdo fjalë të shkruar. Çdo fjalë, çdo libër i shkruar në shqip është një gur tjetër themeli në shtëpinë tonë të përbashkët. Le ta mbajmë librin në duar, jo vetëm për të lexuar të shkruarën, por edhe duke shkruar të ardhmen, sepse kombet nuk jetojnë vetëm nga kufijtë e tyre. Ato jetojnë nga gjua që flas, nga libra që e shkruajnë dhe nga kujtesa që zgjedhin t'u lëmë brezave. Faleminderit shumë të gjithëve. Do falenderoj edhe ata që do t'i quaja tre musketierët, është Liridon Mulaj nga Tirana, Qëndrim Etemi nga Presheva dhe Fatlu Etemi që tashmë është bërë i Prishtinës i Kosovës. Kështu që të gjithë jemi pjesë e gjithë trevave shqiptare. Jemi një. Faleminderit shumë gjithë.